graj që më shpëton që ta i që shusë në byrekut. S'kam parë. Atere do bëjmë qumështorin, si që bëjmë nga Berati. 1 litër qumësh, 250 gram sheqer, 3 kokra vezë, zakonisht do 5 ose 6, po unë vetëm të 3 mundohëm për sonde. Edhe as 200 gram miell. Fyjmë vezët. Kam një mugar me për të larë, edhe tani do t'i laj të fuste në furrë, edhe do t'i laj të reshtojmë sheqeri, do t'i trazojmë bashkë derisa të vi kremoz. I trazojmë dhe pak si thoni ju. Ma sot më dajmë gjithë shtua kurrizore. E di se në vend se më bujna në spiratroza dhe ja, si do të dalë kështu. Tani do shtojmë, si shtash do shtojmë qumështin. Duke shtuar duke trazor, duke shtuar. Djali në bërë për të qumështorin. Ne do shtojmë mielli. Do ta trazojmë mirë që mos të ketë kokra. Tani do shtoj gjalpi. E kam edhe pak gjalp, ajo shumë. Nuk na pëlqejnë shumë gjërat me vaj, me gjalp. Gjalpi ai sa duhet, jo ta egzagerosh. Eliana nuk marr mend që çaja është të qumështuar. Nuk e kam bërë kur, okej. Kur të piqe do ta shikosh. Ja, dhe tani do ta lëm në furrë me 200 gradë. E kam të ngrohur. Ja, dhe qumështori, si e bëm. Wow, super. Do ta lëm që të ftoj edhe ta ham. Se po shpej ende akoma.